shoh se si është lyer shtëpia. Dal shumë pastër, shumë mirë. Është marrë hekër dia me këtë gjë. Tani erdhëm që të hapim dritarët pak, që ta rosët. Unë jam shumë e lodhur, sepse ato ka qenë me laringit, e kapi edhe një herë, por këtë herë kaloi shumë lehtë, sepse e kuptova më një herë dhe e kam çuar tek qytetarja, i kam bërë kortizonin dhe pastaj ka vazhduar në shtëpi dhe është shumë mirë. Por na e ka ngjitur pak si moci hekrin dhe rrafet e mi të syve janë apo jo hekër mirje? Ja, tani po hapim të gjithë dritarët dhe voila, erdhi drita. Ja dhe gjendja aktuale. Bardh. Jam duke parë se çfarë marke janë këto të dyja, në mënyrë që të shoh pak në shtëpi se si mund t'i përdorim, ndërkohë hekri është duke i dhënë prekjen e fundit vrimave ku kanë qenë pikturat, sepse ne do i vendosim, po do i vendosim sipas shijeve tona. Një ditë tjetër nga ajo që ju tregova në fillim të vlogut, sepse jam pak më mirë, kam qenë shumë smur, dhe shikoni, jam me këto çajrat gjithkohës me vete. Kjo është një çaj nga Yogiti dhe quhet energjia femërore dhe janë shumë të mira këto çajrat e Yogitis. Nëse i gjeni, blini, kushtojnë pak më shumë, e di, por realisht ja vlejnë. Janë organik dhe janë realisht me benefite të ndryshme, përveç se kanë dhe këto shkrimet shumë cute, që kjo e sotshmja është harro të shkuarën për t'i lënë hapësirë të ardhmes. Dhe ja vlejnë, mund t'i gjeni në Rossmann ose mund t'i gjeni në dyqanet që shesin organik, si BioJuja, supermarketi, Rossmanni, paka shumë këto, paktën Rossmanni edhe për ato që jetojnë në Prishtinë. Pastaj ato që jetojnë jashtë ai gjejmë, besoj. Atëherë, një update për sa i përket shtëpisë. Sot më në fund arrita të sjell një kompani pastrimi, edhe pjesa e kompanisë pastrimit ka qenë një punë vete. Pse do thoni ju? Ore, unë para 3 vitesh kam marrë një kompani pastrimi për të pastruar shtëpinë që kishim këtu përpara dhe mbani mend nga vlogjet dhe kam paguar 150 euro. Këtë herë më kërkonin që ishte bosh dhe nuk ishte aq pis. Imagjino të kishte qenë në situatën sa lek do kishin kërkuar, sepse tani kërkojnë për metër katror. Nëse shtëpia është 110 metër katror, kërkojnë 330 euro plus pastaj pjesën e larjes së divaneve, këtyre gjërave të tjera veçmas, sepse unë doja që të higjenizoheshe divani dhe dysheku. Edhe pse nuk ishin shumë pis, domethënë të paktën unë nuk më dukeshin pis, por unë doja patjetër që të higjenizohej edhe pjesa e banjos dhe gjitha këto gjërat e tjera që kanë, ju e dini që kanë pajisjet. Nice, pas shumë kërkimesh arrita të gjeja këtë kompaninë që më kërkuan vetëm 200 euro dhe nëse doni ju jap dhe numrin e telefonit, faqen e Instagramit, ishin shumë të sjellshëm, kishin punuar në Gjermani, kishin çdo pajisje. Tani do shkoj të shikoj se si do jetë shtëpia, por kanë qenë orën 8 që kanë ardhur dhe merren me këtë gjë, përveç se diskutonin edhe çmimin, erdhën pa shtëpinë paraprakisht dhe më dhanë çmimin. Gjë që vlerësova shumë, them drejtën, se më duk absurde që të harxoj 350-400 për pastrim të shtëpisë, siç u shpjegova që nuk kishte as shumë pis. E thënë kjo, unë jam më mirë, nuk e dia dëgjohet nga zëri im, por jam më mirë se duket dhe nga fytyra, se isha bërë më cop. Jam duke bërë gati t'ikim punë, po përpara se t'ikjam punë doja të tregoja këto update-et e vogla, por doja të tregoja edhe disa gjëra të tjera që kam marrë. Atëherë, pikë së pari kam marrë këtë thesin e gjumit për Batolinon, që më keni pyetur shumë edhe në Instagram, dhe bëra një video të posaçme. Kjo është nga Karamel, nuk e di, jo kam treguar edhe ca gjëra kur ja blija Batos në Prishtinë, është nga Turqia. Kam gojë Stambollin gjithkohës, nuk e se të rikthehemi mbas një kaq shumë vitesh që s'kemi qenë më. 100% pa buk, por siç po thoja edhe në Instagram, gjëja që nuk më pëlqen shumë është ky zinxhiri që ngec kapet këtu. Jemi mësuar keq me ato thaset e tjerë që ishin cilësi shumë herë më mirë, sigurisht edhe çmimi i blerës ka qenë më i shtrenjtë. Diku tek 50-80 euro varet nga sa tog ishin, a kishin nuk kishin struktura, po kishin shtresa. Pra, ato që kam pas të parën, kam pas me 2 shtresa që mund t'ja vishja dhe në vjesht, pranver, dhe në dimër, që kam pas në Prishtinë. Ajo ka qenë shumë e shtrenjtë faktikisht.
dhe ma patën dhuruar, e pata kërkuar kështu, çfarë dua këtë? Dhe vllai ma ka bler atë dhe ndërsa një tjetër që kam bler kushtonte diku tek 50 euro dhe prap e mirë ishte pjesa e zinxhirit, kurse kjo kushtonte 25 euro dhe kishte këtë problemin e zinxhirit që ma tha Hekri, sepse Hekri tërhoqi pakun dhe ja veshi batos dhe ja, edhe tani që ja, gec prap. Megjithatë, funksionin e kryen dhe nuk është e keqe, unë kam zgjedhur këtë ngjyrën mente me këto ret kështu natën, kanë dhe këtë detajin këtu të rres. Gjëra tjera që kam porositur batos, edhe këto ja kam treguar shumë shpejt në Instagram, por këtu do t'ja shpjegoj pak më mirë. Sërish kremin nga Dermedic, sepse bato është shumë sensitiv ndaj lëkurës dhe ka shumë tendencë të bëj ekzem ose irritime në lëkurë dhe kjo na ka rezultuar shumë i mirë që kur ma ka këshilluar pediatri në Prishtinë. Ka marrë këtë xhelin e flokëve që është për fëmijë, që është i sigurt dhe thot ka 99 përbërës me origjinë natyrale, kështu që është safe edhe për të përdorur dhe ishte shumë interesante, ja stiluam një ditë flokët dhe duke shumë cute. Kjo ka kushtuar 10 euro. Faktikisht është 10 euro aty, por unë i kam bler të gjitha 30% më lirë në farmacit online, siç ju kam thënë që kam porositur tek farmaciti dhe çdo gjë e kam bler me ulje. Blini online nëse i gjeni, sepse kushtojnë shumë herë më lirë se sa tek farmacit fizike. Flas për produktet e farmacisë, ose jo në përfaqe që nuk e di na janë vërteta apo jo. Ja, për shembull, kjo kushton 20 euro, por unë e kam bler diku tek 16 ose 14, nuk e mbaj mend shumë mirë, se nuk kam faturën këtu. Pastaj kam ribler më saktë pastën e dhëmbëve për baton. Kjo është shumë e sigurt sepse mund të gëlltitet dhe është safe, pra e sigurt. Lan dhëmbët, ish plan dhe bato ka shumë qef i laj dhëmbët, inshallah vazhdojmë kështu gjithë jetën. Dhe gjithashtu kam marrë edhe furçën e dhëmbëve për moshën e batos dhe realisht ka shumë qef t'i laj dhëmbët. Kam ca video shumë cute që mundohet i laj dhe nuk e di kë imiton, por i lan. Pastaj, kam marrë dhe këtë furçën për të larë skalpin, sepse bato akoma si që shpjegova ka tendencën të bëj pak si ekzem edhe tek pjesa këtu, kështu që thash po i blej këtë dhe kjo më pëlqeu sepse ishte me gomin të butë për fëmijë, për beba, mund të përdoret nga një moshë e vogël, kapet kështu edhe ja fërkon ja lan kokën. Kjo është nga Cocoso Baby, nuk është se e njoh, era e parë që blej nga ky brand, edhe ky ishte me ulje. Pra, këto ishin produktet. Kanë ardhur edhe disa produkte për mua, do t'ju tregoj për pak. Ti mbledh këto gjëra dhe të bëjnë aty gjëra gati për çantën e punës, më saktë. Duke pritur Hekrin që të më sjelli diçka për përfunduar gjellën, sepse gjithmonë mundohem të lë një gjell për dark. Kam ndruar pak orar në punë dhe vi pak më vonë, 3 herë në javë, mbaroj shumë pak më vonë, mbaroj diku tek ora 7 e darkës dhe kështu që bato nuk pret sa të kthehem unë, do të haj, fillon thot dubuk, stili i ri. Përveç kësaj lej gjithmonë diçka në ngrirje, por lej edhe një dar që ta ketë dhe Hekri dhe bato, në rast se unë vivon, pavarësisht se Hekri gjithmonë gatuan diçka, nuk është se pret mua, por anyway, më mirë tjetë. Tani, më erdhi një pako nga Hip Vintage, që kam porositur. Është një dyqan online në Prishtinë, por sjell edhe në Tiranë edhe kudo tjetër dhe i ka gjërat shumë bukura. Kam vite që blej tek Hip Vintage, më keni parë dhe herë të tjera. Kam porositur këtë xhupin që është shumë in këtë sezon dhe që ka shumë i bukur, cilësia është shumë e mirë. Shkojeni. Është shumë bukur. Nuk e prisja të më rinte kaq bukur se isha duke e provuar. Më pëlqen shumë. Përveç kësaj, hyva diçka. Përveç kësaj kam porositur edhe këtë bluzën. Besoj se më bie edhe kjo. Ja pas kanë hequr etiketën, por duhet të jetë në mohair. Dhe materiali është shumë i mirë. Shumë i mirë. Nëse do një gjeni triko, lesh, mohair,
kashmir, lëkura të bukura, trench coats, jeanse, çdo gjë shumë të mirë sepse vajza që ka këtë dyqanin, që unë fal Vintage e kam takuar, e kam njohur dhe jemi parë disa herë në Prishtinë, e ka syrin shumë për këto materiale cilësore, silk, e gjitha këto që përmenda, që për mua kanë shumë rëndësi dhe ja vlen më mirë të investoni në diçka të tillë, sesa të shkoni të bleni plastik, ta vishni 2 herë dhe të përthyhet. Dhe kjo që ka realisht shumë bukur. Jam shumë happy. Por në një vit, gjysmë 2, nuk kam porositur shumë, sepse ishin masat e vogla dhe unë isha akoma pak e shëndosh nga lindja, të paktën për trupin tim flas. Tani që kam filluar të kthehem në peshën e më përparshme, edhe pse më mungon dhe pak, po nuk është se kam qenë duke e stresuar vetëm për këtë gjë, po kam filluar të porosis sërish sepse më bien. Dhe këtë mezi po pres ta kombinoj. Gjithashtu, Batos i ka ndodhur një bëm tjetër, se kështu i kemi ne me bëm. E pickoj mushkonja këtu dhe vlogun e fundit ju tregoj se sa keq i bëhen pickimet e mushkonjës dhe ju fryk syri kaq. Na thirrën nga qerdhja para 3 ditësh, na thanë hajde merreni, është ora 3 sepse kështu ka ndodhur. E morëm dhe t'ju tregoj se çfarë kam dhënë. Kam përdorur këtë, që është pikërisht për këto alergjit. I përdor 5 pika, jo më shumë, dhe zakonisht këshillohet të jepet në darkë sepse mund ta rëndoj gjumin e fëmijës dhe ne pritëm darkën dhe ja dhash. U tentova t'ja vendos t'i bëj t'ja afroj pak diçka të ftohtë, kështu pa ai nuk pranonte asgjë, kështu që prita dhe i dhash këtë. I zgjati edhe të nesërmen faktikisht, por sot është shumë herë më mirë, krahasim me si kishte syrin. Shpresoj që Bato mos të smuret të premten, sepse ka 2 të premte rresh që merr një viroz të lehtë, ka 2 të premte që ka qenë smur, ka marrë viroz që nuk i ka zgjatur shumë, i ka zgjatur për fundjavën. Këtë herë nuk dua ta marr në sysh, nuk dua të flas para kohe. Virozat po i zgjasin më pak. Po i zgjasin, domethënë në këtë muaj të parë qerë dhe deri tani ka marrë 2 viroza që i kanë zgjatur vetëm 2-3 ditë për fundjavën. Thjesht na ka prish fundjavën. Se bësha ka, po shpresoj që jo, sepse këtë fundjavë do ikim në Gjakov, janë zgjedhjet dhe duhet të shkojmë sepse Hekri do votoj. Dhe sigurisht ne do e shoqërojmë sepse do të çojmë edhe Baton që të shohë dhe gjyshrit atje dhe hallat, axhën, kushurin të kështu me radhë. Plus tani Bato është bërë shumë fani se ka filluar flet akoma dhe më shumë, është bërë më i shkathët dhe mendoj që edhe qerdhja shkathëson më shumë. Sidomos në këtë fazën që është pak më i madh, kupton, flet, vepron, nuk është aq i vogël sa çka qenë më përpara. Mirë, do mbledh këto gjërat këtu. Dhe do më duhet të përgatitem. Inshallah vjen Hekri, teorikisht do të kishte ardhe mami sot më përshëndeste, po se di, po vonon. Ja, kanë ardhur mami me Markon. Dhe po shkojnë të marrin Batolinën, ndërkohë unë kisha bërë një pasta me ragu dhe ju pëlqeu shumë. Ecco, Marco, ti è piaciuta la pasta? Buonissima, veramente molto buona. E shikoni? Brava. Mi piace. Ok, Marco, tranquillo. Ja, kaq ka mbetur. Do jetë dha për Baton, se Bato vdes për ragu. Cilat këpuc? Këto. Thot mami që dje o të vishte këpuc të mami të s'ka. Gjino, ja, këto këpucët. The next day. Mirëmëngjes. Këto të erdha të shtëpia. Cic. Kam bërë një punë shumë të mirë. Dhe ja ka vlerë totalisht. Ja, po shoh gjithë shtëpinë. Vetë kam hyrë me çorape, se nuk doja ta bëja më shumë pis. Dhe kam sjell disa gjëra që të fillojmë të vendos ca gjëra këtej, se besoj punë 2-3 ditësh dhe do transferohemi totalisht. Pasi të kthehemi nga Gjakova, me që këtë fundjavë jemi në Gjakov, domethënë. Kam ardhur këtu me disa gjëra, po dal nga kjo anë se që të kemi pak më shumë dritë, se nuk kam ndezur asgjë për momentin. Vura një lavatrice dhe ndërkohë kam sjell këtu çerçaf, peshqir dhe këtu janë rrobat e dimrit
që do hapen. Këto i kam marrë te IKEA para shumë vitesh, 6-7 vitesh dhe janë the best, nëse keni mundësi merrini. Kam dhe Rion aty që do qohet për të qes. Ja kam lënë orarin në 11:30 dhe e mora këtu, se është afër me apartamentin e ri dhe vura jorganin për të larë. Do përdor dhe lavastoviljen, përdora këtë Lenorin dhe këtë Ominon. Ja dhe këtu kisha futur dhe kjo është mbrojtëse e dyshekut. E kam larë një herë pa dashje me një set çorçafësh, edhe ato nuk e dia po lshuan ngjyrë pink. Dhe ma bën pink këtë mbrojtësen e dyshekut, e kam blerë tek Jusku, nëse mbani mend para 2 vitesh kur ishim në Prishtinë, ose 1 viti se mbaj mend mirë eksaktësisht. Ja dhe Lilo. Amorio. I them gjithmonë hekrit, para kërtis dhe pas kërtis kur qethet.